بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër të nderuar musliman, Allahun e falenderojmë, prej Allahut ndihmë mbështetje kërkojmë, kanë udhëzon Allahu i madhrishëm, s'ka kush që devion dhe kanë lajthit Allahu s'ka kush që udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit posa Allahut dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguar i tij. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, ka thonë me të vërtet fjalët më të drejta janë libri i Allahut, Kurani i Madhëshëm, kurse udhëzimi më i mirë është suneti Muhamedit a.s. tradita e tij. Veprat më të këqija janë shpikjet në fe, çdo një shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje është fundi i saj, zjarmi i xhenemit. Allahu na ruaj. Vëllezër të nderuar musliman, falenderoj gjithashtu edhe hoxhën e nderuar, hoxhën Sadullah Bajrami për ftesën që na ka bërë. Allah e shpërbleft me të mirat e tij. Vëllezër të nderuar, sot në këtë ditë të Ramazanit, që shqyqyr që e këna mbri këtë ditë, inshallah mbrim Ramazana, shumë Ramazana me të mira, edhe vitet e ardhshme, vitet tjera. Sot në këtë ditë Ramazanit dëshiroj që të flasë diçka për vlerën e sadakas. Në përgjithësi e sidomos vlerën e sadakas rrjedhse në veçanti. Dhe të flasë disa ajete dhe disa hadithe rreth kësaj teme, rreth sadakas, pasi që e shoh të nevojshme, pasi që sadakaja është një diçka që na kena nevojë për të, e jo njerëzit që kanë nevojë për sadakon tonë. Pse me thonë këtë, pasi që sadakaja është një adhurim në vete, është një ibadet i madh, fillimisht, që i bëhet Allahut, ajo është lidhja jote me Allahun, nuk ka të bëjë me atë që ka nevojë ose me të fukaran. Me fukaran është, si me thonë, dytësore ajo. E parësore është që ti mas pari lidhesh me Allahun, sadakaja e ngrit njeriun, sadakaja është mburoj prej të këqijave, sadakaja është argument ditën e kiametit, sadakaja i shëron njerëzit, sadakaja ta ngrit vlerën te Allahu, me sadaka qelen shumë dyer të mbyllura. Sadakaja është që ta shton riskun e kështu me radhë. Fillimisht, vëllezër të nderuar, Allahu i Madhëshëm e ka cek sadaka në shumë ajete në Kur'an, e ka cek në shumë kuptime, në shumë qasje të ndryshme, mirë po ne do mundohemi në pikat shkurta, do me thonë, me rasa ma shkurt që mësmi u lodhe dhe juve pasi që është Ramazan. Ka thonë Allah i Madhëshëm, audhu billahi minash shaitanir rajim, mathalu alladhina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhifayn fa in lam yusibha wabilun fatalwa Allahu bima ta'maluna basir. Në këtë ajet të kapitullin Al-Baqara, kapitullin e Lopës, ajeti 265, ka thonë Allah i Madhëshëm, shembulli atyre personave të cilët shpenzojnë, japin sadaka për hir të Allahut të Madhëshëm, edhe është sikur shembulli i një kopshti i cili është në një rafshnalt, në një vend të nalt, edhe atë e ujit Allahu me shi. Edhe nëse nuk bje shi, bje një rosa. I thojnë edhe ju rose, na i thojnë rosa, saj që i bje sabah. Ka thonë, nëse nuk i bjen shiu, i bjen rosa, edhe ajo i jep frutet dy fish. Ti e jep një, ajo ti jep dy. I jep 10, ti jep 20 e kështu me radhë. Allahu i din mas miri çka veprojnë njerëzit edhe është gjithë pamës për çka bojnë njerëzit. Me këtë ajet Allahu i Madhëshëm ka desh me na thonë që
Sadakaja është sikur me një bafçe që e mbjell, ti jep pak, ajo ti jep shumë. Ti jep 10, ajo ti jep 20. Ti e gjumë një thes, për shembull farë, grua, për çado koft, ajo ti kthen shumë thos prap. Kështu është shembulli i sadakas. Është cek edhe në për hadithe, që është kjo çështje se te Allahu veprat shpërblehen 1 me 1, 1 me 10, 1 me 70, 1 me 700 e deri pa kufi. Edhe sadakaja është çashtu diçka. Nëse e jep ti për shembull 1 euro, Allahu t'i kthejnë 10 e më shumë. Këtë e kanë provu në veti edhe e kanë provu shumë familjarë dhe dashamirë. Që Bovaki e ka dhonë për shembull 100 dinar me paret tona, Allahu ja ka kthy 1000 dinar, Bovaki mrena ditës. Edhe shumicën e rasteve njerëzit që kanë shumë pare, që janë nashta milionera ose nëse janë milionera janë çatingat, janë njerëzit që japin shumë. Për shembull, kush ja u din gjendjen, e din që ato japin shumë. Ai ndihmojnë studentave, ai ndihmojnë fukaros, ai ndihmojnë familjarëve të vet. Për shembull, ju marrin shtëpia, ju blejnë banesa e kështu me radhë. Masanej Allahu ja kthen me 10 fish. Ai për shembull i ka dhënë, pezojmë 20.000, 30.000 ja ka blej dikuj një banesë ose një shtëpi ja ka marru, Allahu atij ja ka kthye 200-300.000 Bovaki. Si ja kthen, ajo është punë e Allahut, nuk është punë e robit, punë e njerit, ajo është punë e Allahut, vetëm se Allahu e kthen. Çdo një të mirë që e ban njeriu, Allahu e kthen minimum me 10 fish. Ti njeriu të më ia dhon një xhemper, Allahu ta sell punën që ti të vinë 10 xhempera. A ti jep dikush hedije, a i blen, a qysh, ajo punë e Zotit. Ti e jep 1 dinar, Allahu t'i kthen 10 fish. Edhe njerëzit që në shumicën e rasteve humbin pasunin ose bëhen të varfun për një shkak, mendoj, ose shumë shkaqe, por njëri kryesori është që nuk japin për Allah, nuk japin sadaka, nuk japin lëmosh, nuk i ndihmojnë fukaras, nuk i ndihmojnë jetimit, nuk i ndihmojnë studentit, nuk i ndihmojnë atij që ka nevojë. Por bëhen kopraca, derisa kopracia më e keqe që bëhen kopraca ndaj familjeve të veta, ndaj fëmijëve të vet, ndaj vetes vet, ndaj vajzave, djemve të vet. Na dim shumë raste për fat keq, për shembull i ka lind plot fëmijë. Fëmia i lipën parë, megjithse ka kamiona, ka kerra, ka dyqane, këta të mirat fëmijës nuk i jep. Kjo është shumë gabim, se disa rastet i e kitë preferume veç me dhënë sadaka, e ki synet, e kitë preferume është mirë, është sevap, edhe përveç se është sevap e na jo të bjen të mira, mirë po, disa rastet i e ki obligim, e ki bërç, e ki fars, si për shembull, me i dhënë fëmijës, tant, babës, nanës, grues, edhe familjarëve, domethënë fëmijëve tut, atyre që i ki afër me rendi i parë, a tjerëve nuk e ki obligim, po e ki veç preferume, për shembull vllaznive, motrave. Për shembull, në dim njerëzi, për fat keq, ndoshta dikur ka pas dyqane, kamiona, gjana, sot ka ra keq. Pse? Një prej shkaqeve kryesore, pse nuk ja ka dhënë hakin fëmijëve të vet, mas pari, o bë kopracë edhe ndaj familjes vet, o bë kopracë ndaj fëmijëve të vet. Kjo është ajo kopracia e llojit më të keq, se kopracia të tërlifar lloje, po kjo është kopracia e llojit më të keq. Se në disa herë, sidomos të raste, kur e kena obligim me shpenzu, me dhënë, atëherë nuk duhet atë çka me prit, veç a e ki mundësinë. Kur e ki mundësinë, jepe edhe mos këshir. Sadakaja, vëllezër të nderuam, thash është argument. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sadakaja e sadakatu burhan. Sadakaja është argument. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi. Si është argument? Është argument në këtë dunjë se ky njeriu ka iman, ka besim në Allahun dhe shpreson në shpërblimet e Allahut, edhe është argument para Allahut kur dalsh që kur do thotë Allahu çka ke bën të mira, një prej veprave që mundesh ti cekësh te Allahu është që ke dhënë sadaka. Edhe ai argument është një ndër argumentet më të mëdha. Pastaj e dini vëllezër nderuam se ditën e Kiametit, kur bëhet Kiameti, kur njerëzit mvaret kush sipas gjunohave që i ka, dikush ka me hin gjerës deri te komt, dikush deri në mes, dikush deri në fyt, dikush deri në vesh, dikush ka muzhit i tëri në djerës. E në ato momente janë vetëm 7 lloj njerëzish që kanë me hin nën hijen
e Allahut, apo në hijen e arshit Allahut, që ato kanë me konë në flat. Kur këtë njerëzit kanë më djegë dhe kanë me prit çdo moment, o Zot bën e kiametin, se nuk pritet në këtë mënyrë, 7 lloj njerëzish që i ka cek pejgamberi alayhis salatu vesselam, kanë me konë flat rahat mirë, Allah zgate. E një prej atyne ka thonë ai i cili jep sadaka. Ai person i cili jep sadaka është në hijen e arshit Allahut ditën e kiametit. Është tek edhe në përvene tjera, në për hadithe tjera, që sadakaja e ti i ban hije atë ditë, ku s'ka hije tjetër pos hijes Allahut të madhnishëm. Gjithashtu vëllezër të nderuam, ai person i cili jep sadaka bëjnë dua për to me laçet. Lutjet e melaqeve si zakon janë të pranuara, edhe nëse s'pranohen në moment, pranohen pak më vonë në këtë dynjë ose në botën tjetër. Se melaqet s'kan gjunohe, melaqet janë robër të Allahut të pastër. Ato nuk dinë me bëjë gjunahe, si kur njerëz edhe gjint, ato kur i lutën Allahut, Allahu ju përgjigjet, edhe nëse është pak ma vonë. Si ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk ka ditë prej ditëve të Allahut që del drita, vetëm se kur del di me laqe, bëjnë dua për njerin. Thojnë, Allahumma a'ti munfikan khalefen, thojnë, o Zot, ati që jep, ati që shpenzon, shtoja. Edhe Allahumma a'ti mumsikan telefen. O Zot, ati që nuk jep, që është koprac, që nal, nuk jep sadaka, prishja, pasunin. Këtë hadith e ka transmetu Imam Buhariu. Si ta mërmendja vlloj dashur, vlloj nderuam, duaja me laçeve a kthehet prap. Ai që jep, bën me laçe dua për to. O Zot, shtoja, edhe pa dyshim që shtohet, edhe na dim raste plot, dim familjar, dim dashamir, dim shok, që duke dhënë Allahu i ka shtu, duke dhënë Allahu ja ka shtu pasunin, ja ka rujt pasunin, i ka dhënë bereqet në pasuni. Kjo është të më thonë një sen që e kena po me sytë e tonë. E që ato që janë kanë kopraca, që s'kanë dhënë, që si kanë dhënë as familjes vetë, Allahu jau ka humbë. Pse? I ka dhënë duaja e melaqeve. Sadakaja, vëllezër të nderuam, para të njerëzi që bëjnë gabime, Allahu ja fshin gjunohet. Është tek në për hadith, si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, es-sadaqatu tudfi al-khati'a kama yudfi al-ma'a an-nar. Këtë hadith që e transmeton Imam Tirmidhiu dhe Sheh Albani ka thonë që është i vërtet, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, sadakaja, lëmosha e fshin të keqen, gjunohin, mëkatin, sikur që uji e shim zjarmin. Pezoj me keqja është një zjarm. Morim si shembull është një zjarm, ka kallë. Me çka e shim zjarmin? Me ujë. Të këqijat janë një zjarm që ndezen te njeriu, ose që i ndezen njeriu, ai se vren. Ja han jetën, ja han pasunin, ja han shumë gjona i prishin, i djegin, e sadakaja e fshin çat zjarm, e shim çat zjarm, e shuk çat zjarm. Ai që jep sadaka e shim zjarmin e gjunoheve të veta. Vëllezër të nderuam, tash e kena shancën, jena edhe disa ditë kena me hinë në dhejqin e fundit të Ramazanit. Jena në mujtë shenjtë, mas pari, edhe pak kena me hinë në dhejqin e fundit të Ramazanit, në netët ma të veçanta të vitit, netët ma të mira, netët ma të zgjedhurat Allahut. Në këtë natë, këto net të Ramazanit, unë këtë e kam mësu për një xhamat liut për veti, tani normal kam dëgju edhe për hoxhallarëve, se në Ramazan, qëto 10 netët e fundit, shembull falna, lutna, krejt, apo bëjmë dhikër, e përmendim Allahun, lexojmë Kur'an. Kujna i ka shku mendja, për shembull që t'ja bëje kusht, t'ja bëje obligim vetit, për natë t'japet diçka, kush sa ka mundësi. Për shembull, ai që i ka mundësi t'jap 10 dinar, ai që ka mundësi ma shumë, 100 ose kështu. Unë di njerëzi duke dhënë në këtë mënyrë, sidomos 10 netët e fundit të Ramazanit. Për shembull, kom pas rast, ai sokon aty në xhami, ka qenë dikon larg, ka thonë hoxha, lini te koca xhamis, çka ka çpare, ma ka cek një cifër. Për shembull, ma shumë se 100 euro kanë qenë pyetje, 100 euro, 200. Lënë në kocë xhamis. Edhe për ditë ai jep këtë kështu. Di raste se çaj person u bë milioner, mas një kohë. Edhe di raste tjera plot, për shembull, njerëzi kështu tashamir, familjar, shok që
nashta milionera si janë po kanë bërë shumë pasuni, Allahu ja ka shtu shumë pasuni duke dhënë që kështu në Ramazan, sidomos 10 netët e fundit. Pse? Se 10 netët e fundit Ramazanit është nota e kadrit në mesin e çatyne netëve. Njëna pej atyne ka me godit, ti kime ndjek, për natë kime dhënë, mas akshamit deri para sabahit. Apo, për shembull, jep 10 dinar, minimum ju e dini se nota e kadrit është sa 1.000 e më shumë muaj. 1.000, 2.000, 3.000, ajo punë e Allahit, nuk është puna jonë, Allah sa do në llogarit, a 2.000, 3.000, punë e Zotit. Edhe për shembull 10 dinar, ajo bën 2.000 dinar, apo 1.000 dinar, nëse ka 1 dinar, se ka 10 më shumë. Ne pezojmë atë minimumin, adin. S'pe logaritmi për shembull 10 euro, 5 euro, 1 euro, kështu me radhë, nëse bën ka 1 euro, 10.000 e më shumë. Do me thonë 1.000 muaj, 1.000 euro e më shumë. Ti për shembull qatë natë me zonë, nëse je për natë ki me zonë, me pa tjetër. Nëse i rinë gati, ki me zonë. E je për shembull çdo natë ka 1 euro, ose ka 10 euro. Edhe njëna prej qatin e netve ka me ka natë e kadrit, ti i bjen sikur me dhonë sadaka 1.000 muaj. 83 vjetë, 84 vjetë e kusur. Më thonë kjo është minimumi, se djetarë kanë thonë nuk është për qëllim numri 1.000, por për qëllim se vapi i madh. Se ka thonë hajr, ma mirë, nuk ka thonë në është njëjtë, mithle elfi. Ka thonë nuk është Allah, nuk ka thonë se është njëjtë, por ka thonë është hajr, ma mirë se sa 1.000 muaj. Kanë thonë djetarët, ka mundësi me konë 1.000, 2.000 e ma shumë. Ajo është punë e Allahut. Këtë e kam provu edhe vetë, edhe jau sugjeroj, edhe jau preferoj, se rruj shembull çdo net, nëse s'muna me bo shumë adhurim, nëse s'muna me bo. Se funit për shembull adhurimi, namazi është për ty, jashe hajrin veç ti. A sadakos jashe hajrin edhe fukaraja, edhe xhamia, edhe vakëfi, edhe çdo kush. Njerëzit, domethënë jashe hajrin gjithë musliman. Se është një hadith, është thonë khairukum anfa'ukum linnas. Ka thonë pejgamberi, më i mirë për ju është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Se ti i dobishëm për veti, po, mu fal, me lexu Kur'an, ama këto janë adhurime që të bëjnë dobi veç ty, edhe kërkuj tjetër, as gruas tande nuk i bën dobi, as djalit tande, as vajzës tande. Ama sadakoja i bën dobi të gjithëve. Bën dobi mas pari ty, që Allahu t'i fshin gjunahet, t'i lan gjunahet, t'jep të mira, t'jep shnet e kështu me radhë, pastaj i ban hajr ati fukaros, i ban hajr jetimit, ati tjetrit, çdo ku i ban hajr. Vëllezër të nderuam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se sadakaja e shëron njeriu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dawu mardakum bis sadaka. Mjekojni të sëmurit tuaj me sadaka. Këtë hadith ka thonë që Albani që është hadith i mirë, hadith hasan, se ka shumë rrugë kjo hadith, shumë zinxhira që ka përmend. Ka thonë mjekojni, si mi mjeku në shumë mënyra, veç dhënia e sadakos është mjekim në veti. Se ti kur jep sadakon, Allahu të ruan prej smundjeve të ndryshme. Nuk ti çon mas pari smundjet e ndryshme. Po edhe nëse ti çon, Allahu ta gjen ilaçin. Po edhe nëse pezojmë je i smund, shtrihesh spital, jep sadaka, dikush ban dua për ty. Ja jep ndaj jetimit që nashta ka shumë nevojë, ja jep ndaj studentit që ka shumë nevojë, ja jep nashta një fukaros që ka shumë nevojë, ai ban lutje, një dua e ban për ty. Si zakon ajo dua është del pi zemrës, nuk del kështu pi veç hajt. Sa njëri kur ka nevojë e din hallin, e din atë vujtjen çka është, edhe ai e bën me gjithë zemër lutjen, edhe bën vaki çajo dua ty të shëron Allahu. Bën vaki ka pas njerëzi në dim me kancer, ka pas njerëzi me smuje ndryshme, me operacione ndryshme, kanë dhënë sadaka, Allahu i ka shëruar. Në shumë raste dim. Du me cek një rast që është ka ndodhur në Egjipt, tregon një hoxh prej Egjipti që ka qenë një profesor prej Egjipti, ka qenë shumë i smund, një smundje në zemër. Derisa në Egjipt kanë thonë smujna me të bëjë qare, e kanë quajtur në Angli, Britaninë e Madhe. Ka shkuar në Britani, ka bëu pezojmë kontrolla, ka bëu krejt ato analiza gjaja, kanë thonë e keni smundje në zemër, me patjetër duhet me të bëjë operacion. S'ka ndryshe. Po operacioni është shumë i rëndë, është shumë i vështirë që ti duhesh me nënshkruajt, e bën vaki nuk del pi operacioni, është i rrezikshëm. Ka thonë, okay, masi është ashtu, ka thonë, unë mleni afat, shkoj barëm në herë një shtëpi, shkoj në Egjipt, pezojmë të marr halal me fëmijët, me familjen, me kështu, me shok, me dashamirët, pastaj unë ka thonë kthehet.
Nëse ai ka shku në Egjipt, kur ka shku në Egjipt, ka shku ta shohë në shokin e vet, edhe ka hip te zyra aty shokit vet, o kon thoi ai veni si shumë në kat kështu nalt dikun, edhe e ka po atje përball, o kon një kasap hane, që o kon një kasap, bezojmë ka prej mishë sen. Kush o kon në Egjipt, atje i varin atje dhe bova ki që atje e pret, para njerëzve, adin për para atje, e shofin njerëzit, adin nuk e pret, bezojmë a që mbas, që mëse shofin, që atje ndërsi, thot e du që këtë ta pret. Edhe ati normal kanë ra, bezojmë koci, kanë ra vjom, kanë ra copa mishit, vogle këshu, o kon një plak atje dhe thoi një ka mledh ato kocit, i ka shtime një kesi. Kje ka po që dita, dhe mi mledh, bezojmë kocint, mi mledh vjomat, sen. Edhe ka shkue, ka zrit posh, ka shku ta jo plaka, ka thonë, qka puna, pse i mledh? Për ka thonë, unë i kam 6 vajza, këtë vogla, ka thonë që 6 muj ato ase ka një erën e mishit. Ka thonë, du mja uzini, qorbni, sup, pe këtyne, që me thonë, mbetjeve të mishit, që barëm tani në erën e mishit. Edhe nëse s'hajnë mish, barëm të hajnë sup të mishit. Këti ka orë gjuna normal, edhe i ka thonë ati kasapit, i ki paret për 1 vjet, ka thonë gjdo javë kjo, në her një javë të dvinje, pezojmë gjdo gjumon, se gjdo qëfar dit e ka ardhë, gjdo javë të dvinje të more mishte ti sa ka nevoj për veten, për familjen e vetë, ti jepi unë t'i paguj. Kjo këthin shpi ka zonë mas 1 javë me 1 veten ma mirë, ka zonë mu një ma këfjelt, ma shnash, ma kështu, po nejse, ka thonë fëmive, unë nuk du me shkue në Londër atje, në Angli, ka thonë se jam mirë, adin, se 1 veten keq, 1 veten mirë. Ja, pa tjetër me shku se ka thonë mjeki duesh me hinë, adin, në operacione kështu, okej, ka thonë për shkoj, edhe ka shkun atje. Kur kanë shku tash, e kanë bo gati, do më thonë krejt me shti në operacion, ama para se me shti në operacion, nërë mi a bo do analiza, do kontrola tjera, si është normal. Edhe, i e kanë bo ato analizat, vjen e mjekës që ka kontrolu së pari herë, vjen i njëti mjek, thash për zditi, i këshirë letrat, e këshirë këto, këshirë. Thot, a je ti njëti qëtum, që ke kanë para sa kohet e ne, thot, unë jam, qaj. Thot, për këtu, thot, të më qetë që s'ki kur gjanë, si pas analizave, si pas kontrolave, ti je mirë, ti s'ki nevoj me u bo operacion. Ka thonë, qa ke bo, a ke pi nej sena, nej laqa, nej hapa, nej sen, thot, sen s'kom pi kur gjanë. Vetëm se thot një sen e di që, shumë ka zonat rastin, një plakës i kam një mu, thot edhe pej qasaj kohë, thot, unë jam vesh të u bo ma mirë. E sa glam, Allahu alem, kjo është një prej arsijeve që ai person ka zonë më bo ma mirë që i ka ndimue qasaj plakës, Allah e ka shëru. E kjo është ajo vërtetimi i fjallës pejgamberit alayhis salam që ka thonë mjekojni të smuarit tuaj me sadaka. Kjo është vetëm një rast. Njerëzit dinë me 10, me 100 raste ku o sadakaja o bë shkak që njerëzit shërohen për smundjeve të rënda, për smundjeve që nashta normal nuk kanë ilaç. Allahu i shëron. Kur thot Allahu shërohu edhe s'ka qare pa u shëru. Vëllezër të nderuam, gjithashtu sadakaja është një diçka që se vapi i saj vazhdon edhe në ditën e Kiametit, edhe pas, domethënë varrimit, edhe pasi që të vdes njeriu. Është cekë në për hadithe se pejgamberi alayhis salam ka thonë idha mata ibnu Ademin kata anhu amelu, kur vdes biri Ademit i ndërpriten veprat e tij, gjitha veprat, përveç. Domethënë kjo është dalje prej rregullës. Rregulli fillimisht është që i ndërpriten gjitha veprat, përveç disa vepra që janë cek në për ajete dhe në për hadithe. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e para e sadakatu el jarje, ka thonë sadakaja rrjedhse. Lëmosha rrjedhse, sadakaja el jarje që jepet për gjonat që jesin për njerëzit, si për shembull për xhami, për rrugë, për ujë, për ujësjellës, për ndaj Kur'an me botu ndaj libër, që ajo jetë, sidomos normal, libra të mira, në rendin e parë librat fetare, pastaj libra tjera që janë dobishme për njerëzit. Krejt këto do me thonë janë lloje të sadakas rrjedhse. Edhe kur vdes biri Ademit i shkojnë sevapet. Edhe bon vaki robi ngritet në gradat nalta, sikur është cekna për hadithe tjera, edhe ai thotë o Zot unë se meritoj që këtë vend. Thotë kjo është për shkak lutjeve të e vladit tënd që ka bë për ty, ose për shkak veprave të vladit tënd që ka bë për ty, në mesin e tij e para është sadakaja rrjedhse. Pastaj tjetra është dituria e dobishme që kanë dobi njerëzit, në këtë lloj diturie hin gjitha diturit, pa marrë parasysh, mjekësia, puna e fesë, hin edhe një zanat nëse jep dikuj, çfarë do koftë, mekanik,
ose diçka tjetër, ai me zanat tani jeton, fiton, e run familjen, ti kish probleme. Ajo është ditoni në veti. Çdo një ditoni që e lën, ajo vjen edhe pas se vapi shpërblimi vjen edhe pas vdekjes. Pastaj e tretja është ka thonë një fëmijë i devotshëm që lutet për të. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Muslimi. Na e dim që preferohet namaz fars me thonat lutjen, po edhe në sunet, në çdo një namaz, Allahumma gfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, falem mua, fali prindtemi edhe gjithë besimtarët ditën e llogarisë. Kjo dua është e preferuar mu lexu në çdo namaz, sidomos në uljen e fundit në tehijat. Mu lut për vetin, prindrit edhe familjen. Kanë thonë dietarët, ai njeri që i fal 5 vakte namaz, ai njëtën kohë lutet edhe për prindrit. Do të thonë ai kur e fal namazin, vërtetohet fjala e pejgamberit që është fëmijë i hajrit, sa është paspor i hajrit për veti, që e fal namazin, pastaj është i hajrit për prindët e vet, që i bën vaki sadakoja atij, ose haxhin që e ka bë babës e nonës bedel, ose umrën bedel, ose ka dhënë sadaka, sikur që ceket në shumë raste ka pas një sahabi që u kon dikun larg jashtë Medinës, edhe kur u kthi ka vdek nona e vet. Në atë kohë normal ju në konë udhëtimet e largta me mjete, jo sikur tash me deve, me kuaje, kështu. Kur këthi nona ka ndrujet, ka thonë, ja Rasulullah, unë sikur të kisha konë këtu, nona e di që dëm kish thonë me dhonë sadaka për nonën, ka thonë du me dhonë sadaka për nonën, ka thonë unë e kam pasunin, ka lanë prindi, pezojnë baba, nona shumë, ka thonë qka, ka thonë nëse, ka thonë jep sadaka, sadakaja më e mirë është uje. Sadakaja më e mirë është uje, do me thonë me dhonë nej, pezojmë në atë kohë, konë bunaret, qëtash normal janë ujë sjellësat e ndryshme, kështu me radhë, ka thonë kjo është sadakaja më e mirë për prindrit që mundet me u bë. Do me thonë edhe kjo lloj sadakaja rrjedhse, ju shkon prindërve, familjarëve tonë, edhe mas vdekjes. Kjo është një prej veprave që ju shkon, se siç dihet, namazi, këto tjerat nuk i shkojnë, se ka argumente që është transmetuar pe Aishës, pe Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhum, që kanë thonë la yusalli ahadun an ahad wala yasum ahad an ahad. Ka thonë nuk falet kërkush për kërkant, do të thonë nuk ban mu fal kërkush për kërkant, as me agjeru kërkush për kërkant. Mirë po, disa vepra që dalin për rregullit, se fillimisht, do të thonë është ai rregulli wa an laysa lil insani illa ma sa'a, ka thonë Allahu i Madhëshëm në Kur'an, edhe nuk i takon njeriut ditën e kiametit vetëm se atë që është mundu vetë për atë send. A ki hadithi që pejgamberi ka thonë i ndërpriten këtë veprat përveç, do me thonë është përjashtim për rregullit. Rregulli fillimisht është që nuk i shkon as namazi, as agjerimi, as Kurani, as kur gjatë tjetër. Përveç është cek sadakaja rrjedhse, ditunia e hajrit, edhe lutja e fëmijës vet, edhe ju cek në për disa hadithe tjera, për shembull haxhi, umreja e kështu me radhë, do me thonë janë caktuar disa vepra, 1 2 3 4 5 6 ose kështu diçka, që për ato vepra ka argument. Për çdo vepra që ka argument, që shkojnë, edhe ban me abo, edhe është mirë, edhe se vapi madh prindve. Se për shembull ne prind ndryshe çish mundna me ndihmu, me lutje edhe me sadaka, ose me një vepër tjetër që mundna me abo, për shembull haxhin ose umrën ose kështu me radhë. Me ato tjera që nuk lejohet, që nuk ka argument, nuk e ka leju Allahu ose nuk e ka leju pejgamberi alayhis salam, ato nuk i shkojnë, se rregulli fillimisht është që nuk shkojnë. Përveç që ato që i ka leju Zoti, që i ka përjashtu prej rregullit. Do të thonë, sadakane këto Allahu i ka përjashtu prej rregullit edhe e ka leju që me i bën për prindët e tonë. Edhe besimtari, muslimani duhet me kanë syçel edhe larg pamës, që sadakane vetë me a gjetë vendin, jo me dhonë kudo, jo me dhonë atyne që për shembull lipin nashta para xhamijave, pa ai nuk e ka që i ka nevojë, pa ai e ka bë biznes, ai e ka për shembull një pjesë e njerëzve, për shembull pa desh me ofendu kërkont, i kena pa edhe në përjetës sociale janë paraqit, për shembull ai lipsi që i lip në shtatë vakim në pazar, në çarshi, në Shkup, shkon ka 200-300 euro, i ban 5 dinar, i ban euro. Sa i s'do mi mojt tima, nuk o puna që i duhen në moment, a i veç i palon. Dim raste, për shembull, ka njën, ka dy, e ma shumë shpia, që ato që i lipin në qarshi. Për shembull, na vjen gjuna, lypin, na ju japmi. Jo, kjo është gabim për mendimin tem, na si musliman duhet me konë ma syçel, mi dhonë sadakon tonë në atë vend ku duhet, edhe në atë vend ku nuk keq përdoret, me dhonë me një vend ku ka nevoj, me të vërtet,
për shembull me ndaj xhami, mu bë pjesë e ndërtimit ndaj xhamis, mu bë pjesë e shtypjes në Koranit, mu bë pjesë e shtypjes në librit, e kështu me radhë, ose sadaka për prindrit ton, e kështu me radhë, sadaka xharie rrjedhse. Për fat keq, për shembull, unë jo kallëzoj një rast, edhe me çto do të përfundoj, na ka kallëzuar që vetë kam dëgjuar me vesh të mirë një hoxh Hasan Ebul Eshbal, është muhaddith, është njëri, domethënë dietari i hadithit, është nxënës i Sheh Albanit, një prej nxënësave të Sheh Albanit pe Egjipti, vetë kam dëgjuar me vesh të mirë se thoj që o kanë aty në Egjipt një grua që o kanë e krishtere me fe. Mirë po ka lip në rrugë, në semafora. Edhe ka lip sadaka, tash njerëzit për ditë tu i dhon parë, tu i dhon parë, dikur edhe vajzat e veta, i ka pas ajo shumë vajza, disa vajza, i ka shti, si më thonë, njëjtën punë. Janë kanë lyp në për semafora, mas 20 vjetëve që i kam mbledh para, ajo gruaja e ka ndreq një kish në Egjipt, në Kairo. Ki hoxha thotë unë e kom njoft personalisht, e kom ditë kush është edhe unë si kom thonë kur një herë, po njerëzit se kanë njoft, e kanë pa në dhe e ne i kanë thonë. Ato si zakon edhe këtu të na për fat keq për shembull maskohen, që aty para njerëzve e vënon shami, kom pas rasti, kom pa nështë dikun tjetër të marketi, të ajo tjetra, pa shami, e kështu me radhë. Me thonë shamin e kanë veç kamuflash, mu masku, në moment që ti me të ardhë gjuna me menu që është muslimoni, bëma kia ajo së është hiq muslimoni, bëma kia është një fej tjetër, ku ta diun. Edhe kjo konë qashtu, me ato paret e muslimanëve, në Egjipt 90% janë muslimanë, ku e diun sa janë. Kryesore shumica janë muslimanë. Me paret e muslimanëve, që i kanë dhënë sadaka, ajo ka mbaru kish. Domethënë, ja ka keq përdor pasuninë e tyre. Për çfarë? Edhe na duhet mi hap syt si musliman, me këshir pasuninë tonë ku e japmi. Dina rastën e për fat keq kena njerëz që lun kock, pin alkool, nashta pin edhe drogë. Aknej për shembull, njerëzit i japin sadaka, ja japin zakatin, ja japin ku e diun e parë, japin fitrat, shash Ramazane, kështu. Unë kisha pas, si më thonë, dëshirë që njerëzit bëhen pak ma syçel, që të kenë kujdes ku e japin pasuninë e tyre. Mos e japin veç se i vjen gjunat për dikant që e shen në udh, ai thotë Zoti kështu, Zoti ashtu, bëva kia hiç si beson Zotit, ai me kom shumë musliman i mirë hin falet. Njerëzit hin falet ai rrin për jashtë. Tani kur del Zoti ta pranov, Zoti ka bullu kështu. Çfarë Zoti ka bullu, çfarë bakraçi, e kupton? Ai ne po falmi, po se di më ne ban Allah i ka bullu, ti gjithë ditë rrin çati për jashtë, kur një herë s'falesh, e ne Zoti ka bullu. Aty doja aty, ma mërmenja që pranohet qatë shumë, a kupton? Allah alem, se ato me konë shumë musliman, a i falet mas pari, me konë njëri mirë. Edhe i ban ato regullat tjera të muslimonit, regullat e agjerimi, e kështu, ato. Shumë rase ne kena po në Ramazan lipin, kur të shofë që keme se në vishë ndorë hanë buk. A kupton? Nëso musliman a i lip të agjeroje, shumë në ditë Ramazanit. Për qatë ne duhet me konë si qelë, sadakon tonë me gjejtë vendin, me dhonë ati ku duhet, ati ku ka nevoj, ati ku nuk keq përdoret, edhe shkon që ati ku duhet, për shumë të nej fukarat, të nej jetim, të nej student, të nej xhami, e kështu me radhë, që ati i shifet hajri edhe për neve, po edhe për gjithë njerëzit i shifet hajri. Për fund e lusë Allahun e madhnishëm që inshallah mrim Ramazan tjerë, me të mira, inshallah e mrim edhe natën e Kadrit, inshallah Allah i madhnishëm ne mundson që të bëjmë mirë gjithkund ku ka nevojë, inshallah Allah na mundson që të japmi aty ku duhet, inshallah Allah i madhnishëm ne mundson që Allah na pranon veprat, na pranon agjerimin, namazin, edhe gjithë veprat e mira në këtë muaj të shenjtë Ramazanit. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.